Jemi rikthyer sërish drejt për së drejti të nderuar shikues këtë radhë në rubrikën Opinion. Pritet natyrisht një përkeqësim edhe më tej i motit, gjithë duan të dinë më shumë se çfarë do të ndodhë në ditët në vijim. Me ne është Lajda Porja nga Meteoal për të folur pikërisht për këtë. Mirë se erdhët. Përshëndetje, mirë se u gjeta. E nisim nga sot dhe 2-3 ditët në vazhdim dhe pastaj flasim për më vonë. Pra në fillim për rreshtet dhe pastaj për uljen drastike të temperaturave. Në fakt pritet që të kemi shtim të intensitetit të shirave gjatë orëve në vijim, aktualisht po bie akoma shi, më tepër problematike në fakt që në paradite kanë qenë pjesa veriore dhe një pjesë e qendrës. Parashikohet që sërish në këto zona të ketë shtim të intensitetit të rreshjeve. Problematike mbetet pjesa veriore, veriperëndimore, ku intensiteti dhe në zonat veçanta lokalisht mund të shkojnë edhe në 90 mm, gjë cila është një sasi e konsiderueshme në 24 orë. Pritet që sasi me intensitete mesatare dhe të larta, pra nga 50 deri në 80 mm, të ketë edhe në disa zona qendrore. Pra përfshirë këtu Tiranën, Elbasanin, Librashtin, Krujën. Nga ky moment deri në mesnat. Shira me intensitete disi më të dobta do të ketë në zonat jugore, pra do jetë pak më ndryshe situata. Situata e paqëndrueshme mbetet edhe gjatë ditës së nesërme, po duke qenë se do kemi dhe rënje të temperaturave, nesër do të kemi më shumë rreshje dëbore. Pra do ketë rreshje dëbore në të gjithë zonën malore, që nga pjesa verilindjes edhe në pjesën e juglindjes, ku në verilindje do jemi në 30 apo 40 cm, ndërkohë në zonat juglindore do jenë edhe më tepër, mund të jenë 40 deri në 50 cm dëbore. Sidomos nga pjesa e dytë e ditës, pra nesër pas dite dhe gjatë natës, ku pritet që dëbora të shtrihet edhe në zonat e ulta. Pra rreshje dëbore do ketë që nga Shkodra, Elbasani, Berati, mund të ketë flok dëbore edhe në Lezhë, megjithëse në këto zona do të jetë jo më shumë se 3 cm dëbor. Ndërkohë përjashtohet mundësia e Tiranës, Fierit, Lushnjës, ku nuk do kemi dëbor. Jo, parashikohet në malin e Dajtit do ketë deri në 10-15 cm. Problematike do jetë më tepër nga rreshtet e dëborës nesër gjatë natës dhe mëngjesin e së dielës zonat juglindore, ku sasia më e konsiderueshme dëborës do bie pikërisht në këto zona, mbetet edhe në zonat verilindore, ndërkohë në pjesën tjetër që do të zbresë deri në zonat e ulta do të jetë në sasi të pakta, nuk përjashtohen flokët e dëborës siç e theksova edhe në Lezhë, megjithëse është pjesë bregdetare. Ndërkohë Tirana në fakt, megjithëse do ketë rënje të temperaturave gjatë ditës së diel, pritet spostimi rreshjeve, kështu që Tirana shpëton pa rreshje dëbore. Mund të ketë një flok dëbore në rrethin të Tiranës. Pra në kryeqytet do të kemi rreshje shiu më intensive gjatë natës së sotme? Po, orët vijuese sonte gjatë natës, nesër ka shira, por jo në sasi të konsiderueshme. Dita e diel ka shira të pakët. Rreshje dëbore do ketë më tepër dita e diel dhe kryesisht verilindja shpëton zona e ulët dhe Bregdeti, ndërkohë ndryshimi vjen tek temperaturat, pra situata problematike do jetë tek vlera termike. Pra, që nga dita e diel, që është edhe ndjeshme, pritet të ketë rënje të temperaturave. Me sa gradë do të ulen temperaturat? Temperaturat pritet të ketë rënje që ditën e nesërme me 3-4 gradë, vijojnë të dielën ku temperaturat shkojnë në -7, -8, vijon dita e hënë dhe dita e martë që do jenë edhe 2 ditët më të ftohta, ku temperaturat do të shkojnë -15 në zonat malore, ndërkohë i gjithë territori pritet që javën tjetër, fillimin e javës, të jetë në vlera negative, përfshirë këtu edhe zonat e Bregdetit. Pritet që edhe në kryeqytet në Tiranë temperaturat të shkojë -4 apo -5 dhe kjo temperaturë jo normale për Tiranën. Në fakt mund të them që situata e temperaturave të ulta pritet na shoqërojë gjithë javën, pra nga dita e hënë deri të dielën. Megjithatë, ditët më të ftohta do të jenë dita e hënë dhe dita e martë. Si thua kulmi i rënjes më të ndjeshme të temperaturave, ku pritet të shënojë -15 në zona të banuara, ndërkohë në zona të pabanuara, në zona më të thella mund të jetë edhe më ulët se te kjo vlerë. Mund të shkojë -17. Kjo situatë mbetet deri në datën 23-24, ndërkohë më pas pritet kemi sërish rritje graduale të temperaturave. Kjo situatë ka ardhur në fakt si pasojë e qarkullimit masave ajrore gjatë këtyre 2 ditëve ne i kemi nga poli i veriut. Pra janë masa ajrore të ftohta që sjellin edhe rreshje dëbore në Tiranë, megjithëse dita e shtunë dhe dita e diel ka një rënje jo shumë të madhe të temperaturave, ndjehet më tepër për shkak të lagështirës, pra ndjehet 5 gradë më ftohtë, ndjesia e
e organizmit ton, ndërkohë pritet që javën tjetër të spostohet qarkullimi të jetë më në lindje, pra vjen nga lindja e kontinentit, i cila sjell masa ajrore të thata, por të ftohta, pra do kemi mot të qëndrueshëm, mot pa rreshje, por që do jetë problematike temperatura dhe problematike ngricat, duke qenë se gjatë këtyre 2 ditëve do kemi rreshje dëbore, dëbora mbetet e pashkrirë dhe kjo sjell problemin e ngricave. Kjo harta Problemet në për rrugë do t'jenë. Po patjetër, sidomos pjesa e Verilindjes dhe Juglindjes, ku në këtë zona do ketë edhe rreshje të dëbore, trashësia do të shkojë deri në 40-45 cm dhe dëbora do mbetet duke qenë. Po, në zonat veçanta edhe aq. Ndërkohë, trashësia e dëborës nuk pritet të shkrijë për disa kohë, duke qenë se për rreth le të themi 7 apo 8 ditë temperaturat të jenë në vlera negative, megjithëse në ulëtërsiren perëndimore pritet që nga e mërkura javës që vjen të ketë rritje, pjesa zona malore mbetet në vlerë negative. Nga -15, megjithëse do të rritet gradualisht, do mbetet sërish. Kjo është harta në fakt. Do të mbetet në vlerë negative, keni fjalën për temperaturat më të ulta? Temperaturat minimale. Mbeten negative, pothuajse nga 7 deri në 8 ditë. Pra, ky qarkullim i masave ajrore për ta shpjeguar është jo normale, por që është si të thuash e ngjashme siç kemi qarkullimin e masave ajrore në verë të nxehtin afrikan që zjat 5 për 6 ditë me temperatura ekstremisht të larta. Ky qarkullim vjen nga Siberia, ose i ftohti siberian, ose i ftohti polar, pra ky aktualisht në fakt javën që vjen kemi një qarkullim që vjen nga Europa lindore, që sjell pikërisht masa ajrore të ftohta dhe të thata, që për vendin ton ky qarkullim është shumë rrallë 2%. Ndërkohë që qarkullimi masave ajrore në territorin shqiptar është kryesisht perëndimor, jugperëndimor. Kjo është edhe harta në fakt që paraqet rreshjet nga data 15. Kjo është temperaturave që është nga data 15 deri në datën 23, ku mbetet kjo situata me temperatura të ulta, është anomalia, është bërë mesatare në rang territor, anomalia është -6 gradë. Pra në temperatura goxha të ulta. Ndërsa përsa i përket situatës së rreshjeve, pritet që të kemi mesatarisht rreshje nga 60 deri në 100 mm. Rreshjet e dëborës do variojnë në 40 deri në 50 cm, le të themi në zona shumë të thella. Mund të them që kemi një përmirësim të situatës meteorologjike në fakt pas datës 24-25, që pritet të kemi edhe ndryshim të vlerave termike. Në fakt, aktualisht që flasim, temperaturat janë nga data 1 janar deri më sot 4 gradë më të larta se normale. Sepse ne kemi patur temperatura në janar edhe 20.6 të shënuar në Vlorë, në jug perëndim, e gjithë java tjetër me temperatura shumë të larta, ku vlerat minimale kanë qenë 10-13, maksimalja në zona kanë qenë 19 dhe 20. Me gjithë këtë javën e ftohtë që do jetë java më e ftohtë e janarit dhe java më e ftohtë e dimrit deri më tani, s'mund të flasim edhe për shkurtin, sepse mund të kemi ndonjë 2 apo 3 ditë që mund të ketë ndonjë anomali, tashmë u ambientuam dhe po mësohemi me këto anomali dhe kapriçot në thonjësat të motit. Kjo javë, megjithëse do jetë me temperatura të ulta, mesatarisht është parashikuar sërish që janari të jetë më i ngrohtë se sa normale, duke qenë se pritet që edhe 10 ditë që i fundit të janarit të sjellë rritje të vlerave termike. Është edhe janari me sa duket gjithë muajve të tjerë që kaluam që shënuan rekordet të temperaturave. Duke se kemi një spostim në fakt të stinëve. Në fakt, do thoja që krahasuar me vitin e kaluar, në vitin e kaluar kemi patur një janar shumë të ngrohtë. Më saktë nëse flasim për vlera termike, sipas një studimi që është bërë, sipas një analize që është bërë në Metoalp, që nga viti 90 deri më tani temperaturat kanë tendencë në rritje. Pa futur këto fenomenet ekstreme dhe këto episodet. Megjithëse ne do të kemi këto ditët e ftohta, parashikohet që sërish 10 ditë që fundit ketë temperatura akoma më të larta dhe analiza e fundit mujore nxjerr që janari. Kur themi 10 ditë që fundit do të jetë më i ngrohtë, do të jetë në normat e janarit, apo do kemi prapë të ngrohtësinë mbi normën? Temperaturat e 10 ditë që të fundit parashikohet që të jenë mbi normën, mbi mesatarisht vjeçare. Do jenë më të larta. Nuk parashikohet të kemi shumë rreshje, pra rreshjet siç ishin parashikuar ishin kryesisht në pjesën e parë. Pra le të themi janë deri nga data i bie 16, më pas pjesa e dytë e janarit edhe 10 ditë që fundit mund të ketë ndonjë ditë me shi, por nuk është se parashikon të ketë rreshje të sasive që kanë rënë deri më tani, por parashikon të ketë mot më të qëndrueshëm dhe parashikon temperatura më të larta se sa mesataret.
Megjithëse aktualisht në shumë zona është plotësuar dhe tejkaluar norma, siç është dhe kryeqyteti, që kishim episodin me 6 janar me 150 mm pritet marri dhe sot Tirana, ka zona, siç është zonat juglindore, të cilët nuk e kanë plotësuar akoma normën mujore, sepse janari futet tek muajt goxhat lagësht, edhe dhjetori dhe janari. Pra Tirana ka kaluar normën? Tirana e ka kaluar në saj të një fenomeni, megjithëse ishte parashikuar që të ishte me rreshje normale, ka dalë jashtë parashikimeve, duke qenë se fenomenet ekstreme është e vështirë për të parashikuar, fenomenet ekstreme parashikohen 24 orë përpara 2 ditor dhe madje sasia e fenomeneve ekstreme, edhe pse parashikohet tek 90, ishte parashikuar të binin rreth 90 mm në Tiranë, ndërkohë që rajnë 150 mm. Janë fenomene të vështira për, sidomos parametri i rreshjeve, shirave. Për ta përmbledhur, përgatitemi për një fundjavë me rreshje shiu dhe dëbore, sidomos përgatitemi për një fundjavë me dëbor. Dhe me një javë të dielën mund të shijojnë edhe pak dëbor, ndonse pak në dajt, duke qenë se të dielën nuk ka shumë rreshje, po do bien të shtunën gjatë natës, dhe të përgatitemi shumë fort më pas për javën në vijim, nuk ka dëbor, por që do jetë shumë ftohtë për ngrica dhe lëvizjet që bën njerëzit dhe për veshjet që duhet bëjnë. Sidomos, kjo javë do jetë edhe java më e ftohtë e janarit, nuk përjashtohet ndoshta edhe në shkurt, po mund të jetë edhe java më e ftohtë e gjithë dimrit. Sidomos e hëna, e marta dhe e mërkura. Ne ju falenderojmë që ishit me ne në studio. Unë falenderoj dhe juve për ftesën. Shumë faleminderit për këto parashikime.